Që nga sulmi i tretë ti di domun. Eksaktësisht, pra se Durrësi është shumë i vështirë të merret, pra sepse është një qytet që i ka muret shumë trasha me çdo lloj drejtimi, kështu që qeveria shqiptare nisi një herë për spronsimin e banesave mbi amfiteatër. Shprosoi 2-3 banesa. E pa që është proces i kushtueshëm dhe që do dhe shkencën nga pas. E la për gjysmë. Vijoi më pas me projektin e tërmetit. Çfarë donin të bënin? Me njëherë bën gati akt ekspertiza, donin të fshinin një pjesë mirë të banesave aty. Banorët morën ekspert privat. I thanë, zotri, e keni gabim të akt ekspertizën, e ke bërë qëllimisht për të hequr qafe. U bezullua pra projekti i rindërtimit. Dhe çfarë ndodh? Vjen projekti i tretë pra. Nuk mund nisësh një projekt të bukur dhe ti nuk ke koston finale. Pjesa tjetër që është edhe më e trisht, ne shohim renderat të cilat tregojnë që banesa mbi amfiteatër do shemben dhe do rri hapësirë gjelbër. Tani hapësirë gjelbër ne nuk do kullosim aty. Më mirë lëri njerëzit në banesat e veta dhe prishja kur ti të kesh një projekt real për zbulimin e amfiteatrit, sesa ti prishësh banesat, të hapësh vetëm hapësirën dhe ta lësh ashtu siç është. Projekti po bëhet për arkeologji, nuk po bëhet projekti për lulishte.